Prokuroria e posaçme antikorrupsion pas rreth 6 vitesh hetime merr të pandehur kreun e Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi për skandalin e lobimit të Lëvizjes Socialiste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aferën Cez Dia si dhe hetimin pasuror ndaj tyre. Deputetja Kryemadhi qëndroi për rreth 2 orë në SPAK, ku ju komunikua zyrtarisht akuza e pastrimit të parave, korrupsionit dhe mosdeklarimi i pasurisë. Për të njëjtat akuza merret i pandehur edhe Ilir Meta, ish presidenti i Republikës së Shqipërisë, ish kryeministër dhe ish kryetari i Kuvendit, i cili ndodhet në qeli prej 21 tetorit 2024. Ky i fundit është shoqëruar nga paraburgimi i 313-s për në SPAK, ku do të jetë edhe i pranishëm në komunikimin e akuzës. Mësohet se para 2 javësh Meta ka ndëruar edhe avokatin e tij dhe tashmë nuk përfaqësohet më nga Genc Gjokutaj, që mbron edhe Berishën, por nga avokati Kujtim Cakrani. Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka reaguar me zë nga burgu lidhur me vendimin e SPAK-ut, i cili e mori të pandehur. Në një komunikim të drejtë për drejtë në telefon me gazetarët nëpërmjet avokatit të tij, Meta deklaroi se mezi po pret të jetë në sallën e gjyqit. Ditërisht askush nuk është paraqitur që të më shoqëroj për atje dhe kam edhe hallin e avokatit tim në zotit Cakrani që po humbet kohën kot. Mezi po pres të shkoj që në rast parë t'i uroj për test e 3 mandatet që i dhanë me task force-ën e tyre kundër opozitës. Por ikosisht edhe me task force-ën e tyre për të mos vepruar kundër terroristëve elektoral. E ke kopjon në avokatit po. Në këmbim të mandatit që ata presin nga Edi Rama që t'jenë të përjetshëm. President, Të përjetshëm sepse nuk i kuptojnë dot krimet intelektuale të Edi Ramës si generatori që nuk ekziston. Monika Kryemadhi, pas daljes nga prokuroria e posaçme ku u more pandehur, është shprehur se akuzat janë të njëjta dhe se tashmë do të fillojë përballja në gjyq. Ajo deklaroi se dosja është voluminoze, ndërsa për zgjatjen e hetimeve deri në tetor shprehu bindjen se do të përfundojnë më shpejt, me argumentin se përfundojnë afatet. Jo, është e njëjta gjë. E njëjta gjë është, mund të ketë ndonjë shtesë. Jo, mund të ketë ndonjë shtesë të vogël në një gjë, domethënë se aq 126, aga 167 mund të ketë ndonjë reduktim në një gjë. Jo, po unë kam thënë që në fillim që në janar që unë nuk them as i fjalë aty. Fare. Shihemi në gjyq. Po sepse u firmosën e gjitha kjo, pa edhe çik muhabet s'do bënim ne. S'do flisnim i çik çau bë me zgjedhjet. S'do flisnim i çik kush do kandidoj për prokuror, kush do kandidoj për BKH. S'dini gjë ata fare, më shumë dinim ne. Kush mendoj? Kush do më let jetë aty krye prokuror BKH e Drama është, ç'më mendoni ju? Se ka ndonjë, të tjerët jemi gjithë plotësues. Aty ke zotin Rama në krye të çdo institucioni.